larg protestave, këtë radhë do t'i fol për diçka jashtëzakonisht çuditshme, që s'ka të bëj fare me jetën tonë të përditshme, që s'kisha vendos të ndaj me asnjë botë, edhe ta merre si sekret me vete kur t'ikja nga ke botë. Ka ca gjona njeriu që nuk mund t'ja tregoj tjerëve, ose mund t'ja tregoj vetëm disave që mendojnë që nuk do ta paragjykojnë. Për shembull, unë do t'ja tregoj këtë ganiu tim, se i ka qef këtë gjona, edhe i merr nurgës. Ja tregova i merit. Ajo që më ka ndodhur, ose që i tregova merit nurgës, unë s'do të guxoja t'ja tregoja publikut, po tash që diskutova me nurgën, ja tregoj publikut. E me nurgën e folëm, u kënaqëm, unë zakonisht maj atë qëndrim kategorikisht kundërt me Merin në këto protesta. Meri man qëndrim socialist, man mbron Ramën, edhe duket edhe mu që kam shok që kundërshton protestën popullore. Por në fakt unë e njohët maskara, që ai nuk është kundër popullit, por i ka frikë se kjo do të sjell Berishën pushtet. Pra mes dy të këqive të mëdhaja që ka pas ky vend, ky popull, ky kom, ku një shkatroi çdo gjë që ne kishim ndërtu nga komunizmi, kurse ky tjetri, qoftë edhe ushtrinë, industrinë, çka kishim ne, edhe siç e shpreh vetë parlamenti serb, njerëz veçantë në parlament serb që vetëm për $40 milion kanë shkatruar çdo gjë në Shqipëri, që kjo është mjaft, është provë për ta hellë Serbinë për dëmshpërblim në gjyqe, në gjyqe ndërkombëtare, se e kanë pranuar vetë, e kanë deklaruar vetë që vetëm me $40 milion kanë shkatruar çdo gjë shqiptare. Kjo është deklarim. Nuk është nevoja në luftë, e kanë pranuar ata që është shkatruar me direktivat, me paret, me agjenturet e tyre, natyrisht me Sali Berishën, me kush ishte mas Saliut, por e kanë pranuar ata botërisht në parlament, edhe është rekord ajo që qeveria shqiptare, po mos kemi këto tradhtar, Sali Berishën dhe Ramën, duhet ta hidhën gjyq dhe kushdo qeveri që do të vjerë, duhet kërkoj dëmshpërblim për shkatrimin e çdo gjëje që ne kemi bë mas rënies komunizmit, që është shkatruar me dorën e Serbisë, me investimet e Serbisë, kanë përdorur agjentët e vet, agjentët serb, që ka qenë ish komunistët e Partisë Komuniste, që u bën pastaj udhëheqësit e PD-s dhe PS-s. Ato e kanë pranuar, e kanë deklaruar. Nëse sidoqoftë, Meri mendon që protestat nuk janë protesta popullore, por në mënyrë të kamuflume janë protestat e PD-s, sepse ndryshe thot pse Sali Berisha e përkra protestën. Sali Berisha e përkra protestën se Sali Berisha është në grop, edhe ne e dim që i myturi të myt, a i kërkon të mysë edhe Ramën. Kështu që, por nuk ka rëndësi, Nurga mendon që kjo protest nuk është protest që rrjedh nga zemrata dhe indignata e popullit në korrupsionin. Ai e pranon që Edi Rama dhe qeveria aktuale është një qeveri hajdutës, është një qeveri kriminalës, por thot ai një lloj janë të dy, edhe nuk kam besim se kjo forcë, kjo lëvizje vjen për një Shqipëri të re, por vjen për një kthim rrapa, kthim tek Sali Berisha. Punë e tij, unë e besoj Nurgën, se ja njoh pastërtin,
edhe bindjet politike të tij s'kam çka bëjon. Edhe ne jemi të mëdhej. Ne nuk mund të flakim ata që kanë mendime të kundërta dhe shpresojmë që kështu do të jemi të gjithë. Për shembull, nëse lëvizja e madhe dhe me sukses, dhe duhet të kemi kujdes me qërime hesapër, se qërojmë hesapët me veten tonë. Kundërshtarët tonë nuk janë as serb as grek, janë shqiptarët e tonë. Ne kemi problem me klikët atje lartë, me maskaret, me krimet, por sidoqoftë. Unë nuk do të flas për protestën, megjithëse nesër do të flas prapë për protestën. Ajo që do të flasë nesër është që i madh e i vogël në rrjetet sociale edhe në sheshe të bëjnë thirrje spakut që të dalë me sqarime të sakta nëse nuk mund të arrestoj njerëzit e pushtetit duke filluar Qyga Rama si uzurpues në pushtet, se do shkatrojnë çdo lloj kontrate, do shkatrojnë çdo lloj evidence që i lidhet me krimin. Pra në qoftë se spaku nuk mund t'i arrestoj, unë du që spaku të shikoj nëse gjen mundësinë t'i arrestoj këta, përderisa ata kanë humbur legitimitetin edhe në botë, edhe në Shqipëri sot për sot. Por në qoftë se nuk mund t'i arrestoj, spaku duhet dalë me një sqarim apostofat, edhe të bëjë të ditur çdo lloj punonjësi të administratës dhe qeverisë, që kushdo që merr pjesë në zhdukjen e dokumenteve të falsifikuara, që mulon krimin që është bërë për kaq vite nga dy partitë, por kryesisht nga klika Rama, Balluku, Veliaj, Ahmetaj, kush është ky hajduti tjetër që është në perëndim, të asiroj që në qoftë se këta do të marrin pjesë me këta, do të janë të dënueshëm para ligjit, edhe më ashpër kriminalët vetë, edhe t'i vënë gishtin kokës që nuk do falen. Por kushdo që refuzon të zhduk evidencën, shkatroj evidencën, edhe kërkon ndihmën e spakut i garantohet me një herë ndihmë, edhe të falen gabimet dhe krimet që mund të kenë bërë. Çdo personi që del denonson krimin nga administrata, nga qeveria, edhe në qoftë se kanë bërë krime, duhet t'i garantohet me ligj nga gjykatët tona, kryesisht spaku, që nuk do dënohen, do i falen krimet sa kohë që kontribojnë në shkatrimin e kësaj klase dhe gjetjen e provave për të dënuar këto maskarej për krimet anti-shqiptare që janë tradhtare dhe antikombëtare. Pra, unë i bëj thirrje protestuesve që do t'i bëj nesër, më saktë se tash do flas për gjë tjetër, por kalimthi, që të drejtohen tash urgjentisht drejt spakut, jo që dënojnë spakun, jo me parrulla kundër spakut, se s'mund ta bëjmë gjithë botën armiq, por që t'i bëjnë thirrje spakut që të dalë me dekretet veçantë dhe sqaruese për popullin, për kryesisht për njerëzit e administratës, që në qoftë se gjatë kësaj kohe do të përfshihen dhe do të marrin pjesë në shkatrimin e evidencës, fakteve të falsifikuara, vjedhjeve, krimeve që janë bërë nga abuzuesit në pushtet, ato do të dënohen e nuk do të falen jashtëzakonisht ashpër, më shumë se sa kriminalët vetë. Por në qoftë se nuk marrin pjesë spaku, pra në qoftë se refuzojnë këto trëshninë e Ramës edhe oligarkëve të Ramës, edhe nuk pranojnë tash që po mytet vargat bëjnë këto pesëllike, t'i garantohet siguria atyre, edhe t'u falen edhe krimet që mund të kenë bërë. Këto ndodhin në çdo gjykatë perëndimore, të paktën në Amerikën ku jetoj, që një person që ka qenë i përfshim
në akte të dëmshme kriminale, kur bashkëpunon me organet e drejtësisë, I falet deri diku faji, krimi. Kjo është një thirrje që unë I bëj protestës dhe bëj nesër në video të veçantë. Thirrja e dytë e madhe është I madh e I vogël. Shqiptari ndershëm duhet shkruaj urgjentisht letra në online, në email, Shtëpisë Bardh, Trumpit personalisht, Departamentit të Shtetit, Senatit dhe Kongresit Amerikan, Qeverisë Izraelite dhe Benjamin Netanyahu, duhet I shkruaj Brukselit edhe qeverive perëndimore, të gjitha medjeve të mëdha ndërkombëtare, si CNN për shembull, Deutsche Welle, Rai Unë, ku janë këto, e çfarëdo që tjetë BBC, ashtu dhe medjeve kërkalecëve të medjes shqiptare, që për shembull sot kanë folë se çka si e përshkruan në Rama protestën në ardhin e shqiptarëve, që gjoja çdo makinë ka një shofer. Edhe jo skandon pamjet filmike të protestës që duhet ishte e para, këto kërkalec, këto dërdalesë të medias, po t'ja çoj edhe këtyre të medias, t'ja çojmë të bashkërisht, ose në qoftë se doni ju, unë vetë do t'ja çoj këtë letër këtyre të gjithëve nesër. Unë mund ta paraqis këtë në online për secilin nga ju ku vetëm e nënshkruajmë gjithë I madh I vogël, por unë nuk di nga këto si bëhet kjo që t'ja çosh letrën, që ta nënshkruaj kur çdo person në link, dhe kjo duhet t'i bëjmë thirrjen e menjëherë qeverisë amerikane, Shtëpisë Bardh, Trumpit vetë, familjes Trumpit, Netanyahut dhe shtetit Izraelit, që të kërkoj urgjentisht të japë urdhër ultimatum këtij zgjedhjes son, që implikon edhe e bon familjen Trump e ka bon në midjet ndërkombëtare dhe para jush, po sidomos në midjet ndërkombëtare, e bon familjen Trump dhe shtetin e Izraelit si ata që kanë kriju indinjatën e popullit shqiptar në mënyrë të pa bazume, e bon protestën tonë që është një protestë mbar shqiptare kundër familjes Trumpit edhe kundër Izraelit, që t'i kërkojnë urgjentisht faktet këto Shtëpia Bardh, Trumpi, Netanyahu dhe Izraeli, që po jo thjesht përgojosin Shqipërinë, por që po nxin imazhin e familjes Trumpit, imazhin e Izraelit vetë, edhe të Netanyahut, edhe qeverisë amerikane, se këto qekin ata që kanë kriju indinjatën, zëmëratën, urrëtin e botës shqiptare, që është imazh jashtëzakonisht I pa meritum për këto, që implikon ky gjoja se duke bërë kështu t'i vinë ndihmë Izraeli edhe Amerika këtij fundrine, që t'i japin urdhër me njëherë këtij shkërdhate, që të pushoj së përmendni emrat e tyre, se ata nuk kanë ardhur të investojnë në Shqipëri, duke ditë që pronat janë të pasqillme, I ka mashtruar ky maskara, edhe se nuk ka prova që populli shqiptar është ngrit kundër tyre, por është ngrit kundër vjedhjes së pronave, kundër falsifikimit të pronave dhe shitjes së pronave të shtetit dhe pronave private të pasgjillme investuesve ndërkombëtar, ku në këtë rast kanë qelluar që të jenë ato që do të blenë dhe të investonin familja Trumpit dhe gjoja dhëndrit I që është me origjinë shifute, pra hebre. Këta duhet të bëjmë urgjentisht me njëherë të kërkojmë ambasadës në Tiranë të Izraelit edhe ambasadës amerikane që të shprehen me njëherë, të sqarojnë me njëherë që ne nuk kemi fakte që populli shqiptar është ngrit protesta nga urrëtia që ka për Amerikën dhe Trumpin, siç e bën ky maskara, që po nxin Amerikën, që po nxin familjen Trumpi, që po nxin Izraelin dhe që don na përgojos neve kur
Ne jemi kundër korrupsionit, ne jemi kundër vjedhjeve, ne jemi kundër falsifikimeve, jo kundër zhvillimit dhe jo kundër atyre që vinë e investojnë në mënyrë të ndershme në Shqipëri, sako që nuk blejnë pronët e tona, pronët e shtetit që janë shtetërore, pa mirëtimin e parlamentarëve kur parlamentet jetë gjys për gjys, edhe pa aprovimin e pronarëve të vërtet ligjshëm të tokës kur toka bile është në probleme gjyqësore. Këto vëllezër e motra do jenë dy pikët kryesore që ju do të keni tash parasysh, me të cilën ju do të punoni edhe ku duhet drejtoni. Mos e thash këta se thash unë do flas sot për diçka tjetër, ta nisim pak dritën tash. Ose ndoshta ka molizet kështu në errësirë me qenë se po flas për sa gjëra të errta personale, për me u largu tash pak nga jeta e përditshme, nga problemet se jeta vazhdon, por ashtu sikurse dhe protesta do të vazhdoj, edhe s'do të ndaloj derisa të heqim këto leshtërik, këto dhemje, këto zgjedhje që kemi në përkom, një herë për gjithmonë nga skena e politikës shqiptare. Tash çfarë desha t'ju them? Unë thash ju në fillim do të flas për diçka personale. Edhe gjërat personale unë ndaj vetëm me miq e shok të afërt personal, të cilën mundet të më kuptojnë. Edhe nga këto unë dërin sot edhe pse kam probleme nga njëherë kur s'bim dakord në politikë me Nurkën, unë s'ndaj dot me njëri përveç se me Nurkën këta. Atëherë, jeta ime, si jeta e gjithkujt nga ju, ka qenë e çuditshme. Ka pas gjëra jashtëzakonisht pa shpjegueshme në jetën time, të errëta, të frikshme deri diku, por që disa dhe tregohen, disa ruhen shpirt dhe nuk tregohen. Por gjitha këto nuk më kishin përgatitur për çka do vinte, që s'do ta kisha besu kur, por në të njëjtën kohë më kishin përgatitur aty këtu që mos trembësh fare për ata që do të vinte, që erdhi këtë vit. Edhe unë kam aq sekret deri sot kur e vizitova me Nurkën. Para përgatitet kanë qenë çuditshme. Për shembull, gjëra që vështirë të shpjegosh, por që i lën aty si i harron prap, e bën si normale, mos i kujton e harron, por kanë lënë plag në shpirtin ta, duke filluar si fëmijë i vogël e deri tash që janë po plag edhe po ikin nga kjo botë. Një nga këto gjëra, për shembull, që më bën ti kujtoj edhe që kanë qenë gjonat para përgatitore, ka qenë kur isha mendoj një 4 vjeç, sa diçka 4-5 vjeç, ne gjokt jetonim një pjesë e gjokëve në Kodër të Varrezit, ka qenë majtë Kodrës, shifje gjithë fushën e Durrësit poshtë, edhe një pjesë e gjokëve ka qenë poshtë e Gryga e gjokëve ku janë sot. Edhe fillun edhe zbrisnin këto familjet një nga një, prishin të do shtëpiat e bukura atje në majtë Kodrës, kur shiktin gjithë botën si në plumb të dorës, edhe vinin një lugim të errët të thellë atje moçalishte atje poshtë. Edhe arsyeja mendoj unë ishte se ne nuk kishim ujë atje në Kodër dhe gratë shkonë dhe mushtin ato enët shtome, thomnim ne një enë prej balde ku manim ujnë që pinim, katruve një emër tjetër dhe ponozora kur ishte një 2-3 herë më e madhe kjo ena prej balde gati sa një qyp. Edhe gratë punonin në ara, kooperativa jone ishte e madhe, shkonin kom deri në Hamale ku është afër kufi me qirin e Lalësit, edhe vinin të lodhët të raskapit, edhe dhe shkonin pastaj nga maja e Kodrës ku ishim ne, poshtë një burim, kroj sulve i thonen disa, kroj gjogëve i thonen disa tjetër, por ishte poshtë direkt në kufi ku ndahesh toka e gjogëve me tokën e sulve,
ishte në një prek kroj në anën e tokës së gjokëve. Ca e qunin kroj gjokëve, ca e qunin kroj sulve. Pra gratë, mirë që do punonin gjithë ditën fush, mirë që do ikin 3 orë, e më shumë kohë vajtja ardhe deri në amale, po do vinë në shtëpi të gatunin, do lanin robet, e di thanin, do bonin qiellën për nesër mëngjes, po do shkonin të mushin edhe ujë në krahe deri të sult. Kështu që vendosën edhe iken një nga një, lanë të kodër të bukur, por shkatrun ato kulla që i kanë pasë atje të mrekullueshme, 2 kaçe, edhe një lagje, si lagje Berati, ku ishin shtëpit si celul njëra si për tjetrës, një bukuri prallore, mendoj unë, në femini, edhe erdhën poshtë, mendoj që kanë ardhur për arsye të grave, se lodheshin. Nuk dinin atëherë se kishim ujnë aty. Aty afër ku ishim ne, quhesh ka rajon aty poshtë, ata që din, që janë moshën ime sipër, ishte gati e lagësh toka, mund boje pusin për mrekulli. Po nuk dinin atëherë që më mirë të bënin një pusë dhe runin atje, atë lagje të bukur, po erdhën poshtë. Edhe fillun edhe zbrisnin këto një nga një. Nese, përpara aty, që tregovon juve, kur nisha një 3-4 vjeç, ne kishim një gardh, mbaronin ato shtëpiat e fundit që vinin aty në atë celul, ishte shtëpia e Xhahamidit, Hamid Gjokës, që vdiq, palon fëmijë, adoptoi një fëmijë nga Shkodra në Durim Gjokën, edhe Durimin duket ka lënë një fëmijë, më duket që e kam edhe mik, po harroj, edhe është i martuar. Edhe pra ishte shtëpia e këtij Hamid Gjokës, edhe ishte grumbulli shtëpive të familjes sime. Se ishte, më kujtohet Qasimi, Fadili, ne, të Hasanit, ishte Gjavathi, që sapo ishim da, edhe Teta, Seferi thonim ne, edhe pak më të tjenë, gjithë me shtëpit ishte shtëpia kujtimit, e me sa kujtojnë kujtimi, ose Xhahamdiu, kishte 2 shtëpi edhe ai, me sa maj mend, ashtu si shënjolla, një duket sikur ishte 2 kaçe ku ishin dhomët ku flinin, edhe një ishte si shtëpi e ulët ku gatunin ball për ball me këto. E këto ishin gjithë grumbull pak më poshtë nesh, me sa maj mendu, kishte me të shtëpia e Xhaferit, që kishte Limin Berin edhe Ilin, edhe pak më poshtë ishte shtëpia e 2 shtëpi të bazit, shtëpia e Elmonit edhe shtëpia e Ramazanit. Kjo ishte një celul që kishte ngel. Gjithë të tjerët kishin sprit poshtë. Atëherë, plaka e Hamidit, që më sa maj mendon Xhahamidi, e kishte rëmby nga mali i zi, edhe ajo fliste shqip, po deri diku fliste edhe serbishta, maqedonisht, gjuhën malezeze, por na shante neve ajo kur i villnin më i thunim teglët, ajo nuk na shante shqip, na shante diçka u bendi majka, diçka e tillë. Por ishte një gru jashtëzakonisht e dashur e mirë, edhe ajo s'kishte fëmijë, edhe ato të bonin bukfiqe. Këto bukfikët, nuk e dini si njihni ju, thanin fiq të thatë, i thanin i bonin pasha, thonin ne, edhe i grinin, pastaj me si tip sëpate, i grinte ajo fiq, më duke si një hanxari madhe, një thike madhe si shgrin të hanë, i grinin dhe më duket, nuk maj mend, kur ishe vogël, më duket se i hidhi një si lang fi, i thonin, e fi ka qenë diçka që bonin këto gratë me la robët, por nuk ju garantoj që i majmen 100% sakta të sigurta, por më duket që ishte fi bëhësh mernin hirin e zjarit, e fusin në ujë, edhe hiri binte poshtë në fund, si lell, kurse ujë sipër bëhësh diçka që ishte si
ujë me milma, kemi thënë me të ilazhin që lanin robët dikur, detergjenti themi ne këtu, tash nuk e di si mund të thoni unë varet nga i blem e ku i shesim dhe çfarë shteti jeni për këto emra, por kjo fia ishte, me sa kujtoj unë, diçka që luftonte zhulin ndoshta të mikrobët dhe përdorësh për me la robët, por përdorësh ky fi pastër, me sa kujtoj, nuk jam i sigurt, po kur i grinte fisht kjo Xhaja Hamidit, kjo që na shante neve i Ben Dimajgo, kur ishte të vegjël, kur ne kalamajt, si kalamajt që jemi, i hydhnim gur në shati, thënim shatin, edhe kjo, kur i grinte ato, i hidhte pak e spërkaste me këtë ujnë e pastër, qelibar, por që kishte përzim fillim me hi dhe hiri bim të poshtë, edhe ujë si për rinte i pastër, por që është fi. Edhe spërkaste këta, si duket që mos të prisheshin këto fish të thatë dhe bon të bukfike. Boshin dhe 10 buta, edhe nga fish të thatë, edhe kjo i bon të ato dhe na jep të neve fëmivet. Na deshte gjithë neve fëmive, ashtu si na shante na mlidh dhe na jep të këto pemë të thata që thante kjo, por ne gjunim. Unë nuk maj men, po isha i vogël shumë, nuk i maj men eksakt, se kush po këto tjerët ishin më të blej, këto kalamajt e fisit gjogve. I një grumull i madh. Edhe aty ku maron të shtëpia e Xhahamidit, edhe shtëpitë tona, ishte një gardh që ndante tokët e tona nga krahu veri perëndimor që shkonte poshtë drejt krojt të sulve, edhe ishte një gardh ferre 2 metra i gjatë, me varrezët që ishin në krahun tjetër, edhe ishte 2 metra i gjatë, dukesh sikur binte përsi hark, si poshtë e tonës, edhe ishte e errët. Pra nga shtëpia jon tash, ku dilte ishte një lloj trine, thonim ne, një lloj porte që e lëviz, e bon me dru dhe e lëviz e hape mëll, ne qunim trinë atë kohë. Edhe hapje trinën e oborit të shtëpisë son, diljen e të rrugë, edhe direkt rruga ishte që të shonte drejt pyllit, por nga 2 anët e rrethume me ferris ishte errët, edhe shkonte për gjatë kopshtit ton, kopshte që unë edhe kopshte Xhahamidit jetë në fund, edhe atje pastaj në fund, maron të gardi, ishte një gryk që ne qunim gare. Më duke se quesh, ja kam haro emrin, gares. Po atje të gareja, të fundi ishte dhe fundi varrezve nga krahu i djathtë, në krahu i majt ishte fundi i gardit dhe Xhahamidit, edhe aty poshtë pastaj ishte gareja. Nuk e kujtoj, na e qunim gare, kishte një emër, se kujtoj emrin, se ngatroha më jo gareja e Gjikës, nuk besoj që ishte, jo gareja e Gurzës, nuk besoj që ishte, por ishte një gare. Ndoshta Gurzës, nuk e maj men. Po aty në gjithë tash me gardin e Xhahamidit, edhe me këtë garen që i thejmin e Grykës, ishte një 4-5 varre që kishte pre rruga nga varrezët varre të vjetër. Tash çfarë ndodhi? Këto fëmijë që ishin më të mëdhenj se unë, siç e thashën juve, merrnin gur dhe gjunin se s'kishin fëmijë atëherë në Shqipëri asgjë. As stop për lecka. Edhe lecka edhe robot po të griseshin, e i merrnin grad, edhe i prisin fije dhe bonin qylyma. Nuk ishte asgjë të losje. Nuk ishim as stop. Edhe vetëm gjë që losin fëmijët në atë kohë, të paktën atë kodër ku më mendur, ishte vrisin breshkët edhe vrisnin bolla i gjarpre. Ose besoj që vrisnin me kështu lasti që gjunin për soq. Një krim që më rëndon më shumë që e kam bëu kur isha i vogël. Kudo që shifje bolla, s'm vjen keq, por bollat po për gjarpret që vrisnja, po dhe breshkët. Edhe kjo më rëndon, edhe më duket që janë nga herë kur punët s'më ecin mirë, që vazhdimisht nuk më ecin, më duket që paguaj gjinafat e vuj të mesisht ata që vrisin breshkët pa fajshme. Për shembull,
Akoma kënaqem edhe sot e kësaj dite kur shifim ndaj boll që po hante ndaj Bretkovsk dhe i kishte ngelën fytyn dhe shkonim vrisnin bollën, shpëtonin Bretkovskën. Aty nuk më vjen keq për këtë, por kur vrisnin kafshë pa fashme, vjen keq. Por sidoqoftë, po ju tregoj unë juve që kur isha i vogël, këto kalamat që ishin më të mëdhenj se unë, unë maj men vetëm Beci që ishte më i vogël se unë, Liri për shembull që do jetë aty më i vogël një vit, e Naimi që janë të moshës ime, ato i kishin shtëpitë poshtë në Grygak, kurse nga ti grumulli ishin Xhaviti Ramazanit, ishte Zanim, ishte Gania, ishte Surja Vathit, edhe këto që ishin më të mëdhenj se unë, këto gjuhin me gur, kopt, tek në qatit të Xhahamidit. Edhe nisë Xhahamidit të shit në kapin e vetë në rafi, me vrapë, me dajak. Të gjithë kalamajt kapërcyn, ishte një kapërcel gardi të Varrezit, kishte një kapërcel ne i thonim diçka në formë një pemë që ka dy dega si kraba e lastikut, në formë yje, e prishin ata i venin edhe një tjetër në gosht aty si tip kur shkel ku një në shkallë, edhe kapërcyn këta se ishin trit. Kapërcyn të Varrezit edhe iken me vrap. Unë isha më i vogli në ato, edhe nuk mund të kapërceja atë kapërcelin me hik me vrap të Varrezit, po hika në për këtë rrugën e errët që u thashën juve, që ishte mes ferrëve që ndante tokët e tona në jug perëndim, në jug veri perëndim me Varrezit që ishin diçka në jug, diçka, ndanin të, edhe ndanin këto, edhe unë isa ika me vrap, si fëmijë i vogël, eci me vrap, përmes këtyre ferrave, dole atje në fund, ku ishte Gryga që them juve, që e qunem në Gareja, ndoshta e Gurzës, nuk e majmen, edhe aty pash varret, ato varret, që them juve ishin një 4-5 varre të vjetër që rruga i kishte ndarë nga Varrezit. Edhe ul aty të varret, edhe u fsheh aty ke varret me frikë. Edhe kur po rri aty, Xhahamidi ka qenë xhandar në kohën e Zogut, edhe thonin këto pleqë që atë kapote kishte që në kohë të gendarmerisë, mante gjithmonë një kapot madhe vesh. Plak i vjetër. Edhe më duket mu që edhe kur ishte verë, ai nuk e hishte kapotën. Por unë kur po rria aty, me frikë, shoh që Xhahamidi kishte ardhur, edhe rritë me një cigare në dorë, me kapotën e madhe, gjithë mas meje, unë e pash, edhe ika me vrap, drejt shtëpisë, nga kisha ardhur. Kur unë po hik drejt shtëpisë, në të rrugicën e errët e molume me ferra, unë nisëm me hik drejt shtëpisë dhe mendova që e lash Xhamidin ke varret atje, kur unë shoh, kur unë po hike drejt Xhamidi po vinte drejt meje, s'kishte ardhur akoma. Pra ai që pash unë atje, nuk ishte qenë Xhamidi. Tashti, unë mundon gjatë gjithë jetës, si që jam mundu gjithmonë, t'jem ush me një vete se si fëmijë i vogël që kam qenë, nga frika, më shbo ferë Ibrahim, nga sigurisht që Xhahamidi dhe s'ka qenë. Mi po në vetë dije, unë besoj që pash një hije aty. Edhe pavarësisht që nuk jam friksu në herë, e kam pas që kalon një shenjë, një gërvishtje në shpirt. Edhe nuk maj men se ç'boni Xhamidi, kur më pa që po vija drejti tëm, ndoshta mendoj që s'kam qenë në grupin, nuk maj men pastaj. Ajo që kujtoj gjithmonë është që ishte ajo hije që kam pa hijen, Xhamidi s'kishte ardhur akoma, unë hika prej Xhamidit drejt shtëpisë, kur shoh që Xhamidi ishte akoma duke ardhur drejt meje. Ngilin mendje kjo. E harroj gjithmonë, po e kujtoj gjithmonë. Pastaj unë maj mend që kishim në një koshere blete, në një tokë aty të vogël që i dante një rip toke
mes shtëpisë tonë dhe shtëpisë Xhahamidit. Ajo ishte ballë për ballë, edhe shtëpisë sonë ballë për ballë edhe shtëpisë vogël Xhavathit, ku Lelja, nana Xhavathit, e më kujtohet nëse më mend, ai mund të ketë vetëm një fragment që kishte bën një herë Japrak, nuk e di ju nëse e dini kujt e thonë Japrak. Unë kaq më mend nga Lelja që na dha gjithë fëmijëve nga një kokër Japrak. Edhe mu më duket tash sikur ajo gjithmonë na jepte Japrak, ndoshta edhe na jepte, por një herë mendoj që ka qenë, edhe aty ishte edhe kulla e Xhaseferit, po aty ishte kosherje Bletës. Edhe aty unë më mend ishte i vogël që Hallbetja, që ishte halla e babës sim, Hallbetja, po i thoshte babës sim aty, ullet i të zgjoj, kishte ardhe, aja s'kishte fëmijë, kishte një vajzë të martuar në Tiranë, po s'kishte fëmijë më tjetër që tonë. Edhe po i thoshte babës të merrte ganin, vllajën tim më të madh. Vllai i madh ishte Zori, pastaj Ganiu, të merrte ganin. Unë e kuptova që po kërkonte ta merrte si djalë, t'ia falte baba im si djalë. Por mund të kishte kërkuar dhe ta merrte thjesht për darkë, për një javë, po unë mendova që kërkoj ta merrte për djalë. Ne ishim shumë aty, një dënja. Unë nuk e di se shmështyum, po unë fillova të qaj, ndoshta, pa justifikojon tash, unë nuk e di që nuk kam qenë i lumtur, fillova të qaj dhe i thash, no, s'do të marrësh ganin, do të bëma mund shumë, ja, do të marrësh mu. Edhe më mori mu Hallbetja, edhe atje u rriton pastaj, po bona çuni saj. Natën e parë kur unë shkoj atje, edhe do flej atje, unë më mend që Dajseni, se burri halës së babës im, ishte dhe Dajo, bonin në ndrim këto. Pra gjyshim kishte marrë motrën e Dajsenit, gjyshën tim e sajën, edhe Dajseni kishte marrë motrën e tij, hallën tim e Beden. Edhe të natë, në rrim atje, ma i mendu që Dajseni e ki flinin, s'kishin krevate, po dysheket në drasa. Dajseni e kishte dyshekun tek dretarja. Ishin dy dretare, muri në formë lëje, një dretare shikonte nga pusi, nga rruga, që kisha atje të poshtë në tokë, dretarja tjetër shikonte nga stani deleve të oborri, një obor me plot me lule, me karafila, me mllage, çka ishin to. Edhe Dajseni tashti e kishte dyshekun te dretaret, kokën e kishte tek dretarja që shikonte rrugën dhe pusin poshtë, kamerës është ky fshat, kurse trupin e kishte përgjatë nga dretarja tjetër që ishte drejt stanit deleve. Hallbetja kishte dyshekun atje në anë të murit, në krahun tjetër, kurse dyshekun time kishin mes. Atë natë, unë shifja gjithë natën, një ëndër jashtëzakonisht të tmeshme, të frikshme, që pohësh rreth shtëpisë së Dajsenit, bosh e rruga e varrezëvet, e erët me ferë për sipër, edhe rrethon të shpina e rruga, edhe Qazimi që është xhaim i vogël ose i fundit, vllai i tretë i babësim, vinte me vrap, edhe kërkonte vinte tek dretarja, ku kishte kokën Dajseni, që shikonte nga rruga, edhe kërkonte të hynte në dretare, se po e ndiste një bollë e madhe. Edhe kur kërkonte të hynte në dretare, dretarja nuk hapësh, atëherë ikte më vrap dhe kalonte te dretarja tjetër se po ofrohesh bolla. Edhe kur kalonte te dretarja tjetër, vinte bolla prapë dhe ikte më vrap. Edhe unë përpiqesha të çohësh e të thoja Dajsenit që çoh hap dretaren se po ndishte bolla Qazimi. Edhe shtëpia ishte rrethuar me atë rrugën e varrezëve. Një gjë që se harrova kur në jetë jetëve, e kujtoj gjithmonë, edhe si jap atë shpjegim. Edhe në atë kohë, kur unë po rritesha,
Ishin 3 njerëz në detsak. Ishte një që quhesh Baran Bareti, nga Gërdeci ose nga Malqeneti, nuk e di, edhe vinte rrugëve. Ishte një që quhesh Mahut Gërdeci, nuk e di, ata që janë bitë moshës ime duhet i majnë men, mosha ime poshë s'ma mërmenja. Edhe Mahuti kishte një kapot si Xhamidi eksakt, që më kishë ndjek më të herë atje. Edhe i vinte dhe kërkonte në përshpia, ishte dhe një gru tjetër nga rada, hike betja, duke dhe qurin. Ato vinin të shtëpia e Dajsenit dhe Halbetes, për arsye se gjithmonë këta, si që ishte dhe baba im Hasani, çdo lloj personi që vinte, këta nuk e nxirrin dot pa i dhënë diçka. Edhe mi po kjo i sjell ata njerëz, i sjell të vazhdimisht, edhe po mos shkonin në vend tjetër, vinin ke shtëpia e Dajsenit, edhe unë isha bujar me ato, për mbjetnin edhe një frikë, më kujtonin këto skenat. Nuk e di pse sa herë shifja këta, më sillnin edhe atë natën e frikshme, kur gjaqëzimin e ndiste, kjo boll po e ndiste, përmes një rrugë, si e rrugë e frikshme, ku ndoqi mund Xhamidi, edhe Xhamidin vetë. Por, në këtë kohë, unë maj mend që ne po mildin grosh edhe misër. Shpresoj që nuk kam hum rrugën, se se kam pas menjën të rruga. Ne po mildin grosh edhe misër, edhe unë isha i vogël, kalamaj vogël, edhe Dajseni hapte ato vijen me kazën, hapte të vijen ku do millesh grosha, që quashin ata, po themun vija, po ka një emër tjetër ata që t'je hap atë, edhe Halbetja vinte pas ti edhe myllte. Unë isha i vogël, edhe hidhi ato kokrët e groshës apo kokrët e misit top. Edhe iki unë shtëpi, edhe futët dhe shtëpia Dajsenit, dhe ata s'kishin ardhur akoma. Unë shkoj dhe ulëm atje të zjarri. Kur ulëm unë, shikoj që më gjau si Xhamidi, eksakt si atë heret e varret, që më rinte në kom, ashtu kishte ardhur Mahut Gërdeci, kishte hyrë në shtëpi, edhe rinte për muri me durët poshtë kapotës si ushtar, tamam si Xhamidi, vetëm që s'kishte cigaren, që Xhamidi më duk pa cigare atëherë, hija e Xhamidit, edhe di që jam trëm jashtë masë. Kur e kam pa, edhe ishte po njëjta gjatë të trine. Edhe këto lejnë shenja, por janë gjona që i haron njeriu. Edhe i kam biseduar shpesh herë me njerëz, nuk ka asgjë. Kur ju tregova që zbrisim poshtë, gjatë kësaj kohe, kur isha një 6 vjeç, diçka e tillë, të gjithë ato familjet që ishin sipër këtij gjatë që u përmendon juve, zbritën poshtë. Midis tyre kishte zbritë dhe familja ime. Pati zbriti fundit Fadili, Xhaim edhe nona. I vetmi që kishte ngel atje, që ose maj mend tamam, ishte Xhamdiu, baba i kujtim gjokës. Edhe unë mendoj që do të kem qenë atëherë një 6 vjeç, nuk jam shumë i sigurt, por unë e doja fort Xhamdin, e maj mend si shinjall, për arsye se ne kishim një çiftëli. Nuk e di se s'ka e gjetëm si e gjetëm, edhe unë sa heri bia çiftëli si e zia t'i bia fare. Më thoshte Xhamdiu, sa bukur i bjen. Unë të ashtë e kuptoj që s'kam ditë i bi fare, edhe unë kënaqesha se askush nuk e kuptonte që i bie çiftëlis bukur vetëm Xhamdiu. E doja shumë vetëm për këtë, edhe maj mend për kaq. Edhe Xhamdiu ishte i vetmi që kishte ngel atje. Por gjithë gjokët
shkonin çdo darkë, herë disa tjerë sa ishte në një smundje të keqe, thonin me kancer si duket, edhe po vdisën dhe shkonin e përgjonin gjakt. Unë dal nga shtëpia, i vogël si qisha, edhe m'duket po shkoja te kasolja, ose te shtëpia tjetër, se kishim dy shtëpi ballë për ballë. Njëra pasaj u po shtëpia Fadil, kurse ajo kur ne rrinim hanim ishte shtëpia Qazimit, do po e Qazimit. I kishim të dyja atje poshtë, edhe m'duket se po shkoja ke shtëpia Fadilit se pasim pas dhomën ku flinim, ne kishim një dhomë ku flinim me fëmijët atje, edhe po shkoja. Ku unë po shkoja, shoh që në kodër u ndez një dritë dhe u fik. Dritët ndizën dhe fikën çdo sekond te shtëpia e Xhamdiut. Dikush del të marrë diçka jashtë nga shtëpia, dikush del për ndaj diçka hyn. Kur drita u fik u ndez, unë pata një përqethje trupi edhe u ktheva me vrap, siç po shkoja ke shtëpia tjetër dhe hyra në shtëpi prap. A duke thona në shtëpia e Qazimit, edhe po hanin bukë gjitha njerëzit e familjes sime që s'ishin da atëherë, 3 vëllezër, edhe maj mend që më pa Qazimi Xhaim i vogël, që isha i tram, më tha ç'a pate? Edhe unë i thash vdiq Xhamdiu. Vdiq Xhamdiu. Edhe Qazimi tha, ç'a thua, kush tërgoi? Edhe nuk e dim, duke se thashë u fiku dhonez drita. Kur thashë u fiku dhonez drita, ata qeshën dhe fillon të hanin, vazhdo të hanin. Kur për brenda 2-3 minutave, vije me vrap nga kodra poshtë, vjen o Xhaviti o Medi Ramazanit. Janë vëllezërat, erdhi i ra derës, edhe u tha njerëzve, hesni se vdiq Xhamdiu. Kjo të shti unë nuk e di se si është, po të gjitha këto, nuk e di për çfarë arsye, këto kanë lënë ca vraga të konë, që unë nuk i shpjegoj dot, po shpesh herë janë si gërvishtje në shpirt, që nuk them që më trembin, po ekzistojnë atje si ato krisët që lënë ato rrotat e qerrëve në përballë. Kur ishim në rinin e herët, unë dhe Nurka, Ymeri, shkrunin sa shkrimbe për një gazet vullnetari që boton të zëri rinis. Edhe unë dhe Nurka shkonim në Hekurull, edhe bonin sa shkrimbe dhe na pagunin mirë ato për shkrimbet. Merrnin më shumë se sa merrnin gazetarit vetë, se na pagunin ato. Edhe jo di për nder, kryesisht Deliver Boxhakut, por më duket se Lazar Stani na çoi për herë të parë. Pastaj Dilaveri filloi dhe unë e quaj Nadimon, dhe sa atëherë kishim marrë dhe të drejtën e studimit, unë dhe Nurka dhe studionin shumë korrespondencë, na duheshin dhe paret, edhe kur ne quheshim din, ne ndihmonin gazetarët, se s'kishin pse shkonin atje ato gazetarët e Zërit të Rinis atëherë, prej që kush ishin këto. Edhe unë dhe Nurka po hikin në autobus për në Rëshen, për në atje në qendrat e aksionit që quheshin këta. Edhe jemi ullë në një autobus, unë dhe Nurka në ballë për ballë, ishin 2 lloj karrikër stolësh që ishin ballë për ballë, unë dhe Nurka dhe një çift i bukur, i ri, studentësh për ballë nesh, edhe dukeshin sikur ishin të dashur ose të fejuar. Edhe unë kurse kisha provuar të lloj ndjenje më para, por unë ulja kokën se kisha frikë se sytë më shkonin tek kjo, do dukesha i pa kulturë, i pa respekt. Edhe ulja kokën, ishte njësi ku mund shkruje, njësi tavolinë e vogël në mes, edhe vija ballin, mi po shifja fytyrën e kësaj gjallë, një lloj përvoje që se kisha ndjerë. Edhe e shifja në sy, e shifja në memorien time. Edhe se kisha ndjerë në herë, po e shifja që kisha një fuqi që e komandoja këta dhe fillova të bëj prova.
edhe jepje, kishin një torturë shpirtërore po të kënaqshme, i thoja unë kësaj, qo, edhe kjo qosh, hape, mere valishën, ule, dhije valishën prapë t'ja jepi e urdhra. Mos i binda unë 2-3 herë, edhe nurkën, ju e keni gjallë, edhe mund të flisi me nurkën që ju shpjegon, pastaj unë mora një nga këto blogjet ku ne shkrunim, edhe i thuja nurkës unë, i merë, unë e komendoj këtë femër, të boj çfarë urdhre t'i jap unë. Edhe i shkruja, ja t'i jap këtë urdhë të boj këtë, për shembull, okej, kapje dorën aty djalit dhe putha. Ja shkruja nurkës edhe ja kapte dorën dhe putha. Pastaj filloi nurka të më jepte Ymeri, më shkunte të boj këtë dhe unë ata që thoshte Meri që ta boj, unë e urdhëroja ata dhe i bënte ata, s'kisha ndalë më herë, gjatë gjithë rrugës çdo gjë. Jo kape për qafe, jo hiqe dorën, jo kështu. Edhe kjo, pastaj, masi ne marum, ose ikën ata, unë s'kisha fuqi ta boja mas një lloj njeriu tjetër, ta boja provë se kisha më këtë fuqi, vetëm për një çast, një moment. Mas 1-2 muajve, unë e shoh këtë në një autobus, Unazën, Tiranë, hipën aty ke ura e lanës, ku janë këto godinat, o ishin godinat e ku shkon të këta të universitetit, edhe vjen me ato autobusi që shkon të drejtë nga spitali ku të dion. Kjo hipën në autobus, edhe më njohu dhe njoha, edhe unë filloj nuk isha merin, pastaj ishën vetë, e boja prapa ta, që jepja urdhër dhe bon të ato që desh një unë me bon. Vetëm atë njeri një jetë. Edhe s'ka më. Nese janë mjatë gjona pastaj që ndodhen, edhe i shoh gjitha këta unë kur shkoj në Peru. Edhe në Peru, unë piva një pije që s'duhet të pija, por me që kisha shku me djalin, një ayahuasca quhet, është një lloj pije halucinatike që të bën ty të halucinosh, edhe këton jam i sigurt që shumë vete din, por shumë nuk e din, por këto mund të di atje në Shqipëri më shumë ky besojnë Sacco, Alfred Sacco, se me sa kuptoj e ka lexuar dhe David Icke ka pas disa eksperienca me këto ayahuasca, ku ti shef njerëzit të vdekë dhe shef jetën tate, edhe shef mjaft gjona që s'duhet i shikosh, hapen disa portale shpirtërore që janë shkatërrimtare nga herë për njeriu, disa i suportojnë, disa jo, por nuk je më ai njeri që ke qenë. Kam edhe një poemë në vdikja në Peru atëherë, kur shkova atje dhe mendova se vdikja për gjithmonë, edhe për një 3 muaj nuk besoje që s'kam vdek, edhe nuk besoje që nuk jam në këtë botë, aq me pasoja të tmerrshme psikologjike janë këto lloj pijesh halucinatike. Nëse këto të gjitha vërtiteshin kryesisht ajo e xhaxhazimit, ajo e mahutit që thashun, që ishte si Xa Hamiti me atë kapotën, edhe unë vdisja herë mas here, edhe ajo ardhja bollës rreth rrotull shtëpisë së Dajsenit, bile dhe ajo shtëpia atje ku ne shkum në xhungël ishte një kopje e shtëpisë Dajsenit, edhe për çudi kishte dhe dele atje siç ka pas dele Dajseni në xhunglat e Perus, ku shkum në Cusco, diçka në xhunglat e Cuscos. Edhe këta lojnë shenja, po herë unë e kaloj këto dhe i haroj. Mirë pa ajo që më ka ndodhur, kohët e fundit unë s'o t'i dërgoja kur njeriu, por ja dërgova Merit. Unë shkoj në për kazino. Unë jetoj tashti në një qytet të vogël në West Virginia, që quhet Charlestown. Charlestown ka një kazino, gjithë më shpinë, po mu nuk blejnë aty, më kanë për zonë. Si më kanë për zonë edhe nga MGM, në Washington DC jam indalum dhe në çdo lloj kazino në Amerikë, që është në MGM. Si më kanë për zonë edhe nga Live dhe nuk më lejojnë. Si më kanë për zonë nga gjithë Hollywood kazino dhe nuk më lejojnë. Sikur se më kanë për zonë edhe nga çdo lloj kazino Caesars në Amerikë, por që më kanë bërë ata lift dhe më lejojnë. Këto kanë ca arsye, pse, po është një çudi.
për gjithë ata që shkojnë për kazino, që unë jam i ndaluar në shumë kazino në Amerikë, nuk lejohem të hy. Po nëse, me qenë se mu nuk lejon të kjo kazino, që është afër shtëpisë, unë shkoj në kazina shumë larg. Edhe kam 2 kazina përveç Horseshoe në Baltimore, që është Caesars, edhe më kanë lejuar që të rikthehem atje dhe shkoj. Edhe kjo është në lindje, 1 orë e gjysmë. Unë kam 2 kazino tjera që janë rreth 1 orë e gjysmë nga shtëpia ku unë jetoj. Një quhet Parks Casino, Shippensburg, Pennsylvania, që do shkosh në veri me 81-shin, kurse një tjetër quhet Rocky Gap Casino, edhe kjo është diku afër Cumberland, Maryland. Tash si çfarë ndodh? Mu më pëlqen kur iki nga shtëpia në darkët bon, siç po iki sonte, edhe më iki zakonisht kur punët në website-in janë suksesshme, siç janë sonte, që bona mjaft punë, që kisha javë që së kaloja kodin e kam kalu, kodet kryesore kam ngel diçka për faqe, edhe sa herë unë bëj diçka e marr atë energjinë dhe iki, siç po iki sonte në Horseshoe, edhe unë iki vonë zakonisht, nisem nga ora 9, nga ora 10, edhe shkoj kryesisht në Shippensburg, Pennsylvania, që është në veri të qytetit ku jetoj unë, 1 orë e gjys. Edhe rri atje deri kur mbyllet kazino. Kazino atje mbyllet, nuk është 24 orë, mbyllet ditëjavë në orën 12 natës, kurse në weekend, siç është sonte, të premte dhe shtunën, mbyllet në 2 natës. Kur mbyllet kazino atje, unë nisem për shtëpi, në gjysmë të rrugës, duke ardhur në 81-shin drejt jugut të Amerikës. Unë takoj autostradën 70 quhet, që shkon në perëndim drejt Ohio se ku shkon. Edhe ajo rrugë të çon gjithashtu drejt kazinos tjetër, Cumberland. Por masi të ecësh më 71-shin, do të marrësh një rrugë tjetër që quhet 64, edhe kjo autostradë 64, kjo kalon përmes krykëve e maleve të Marylandit drejt Cumberland, edhe gjysmën e rrugës të bje poshtë maleve një kryk të ngushtë të vogël, sigur të jetë një lumë, mjaft pjellore, po më shumë shtëpi të vogla, ashtu me pak shtëpi, me një fshat vogël atje, edhe atje, në ajo fush, vjen edhe ngjitesh prapë, është shumë si një kryk, sa po zbret poshtë nga malet, tek ajo Flintstone, duke quhet Flintstone. Edhe është pastaj ngjitesh prapë, je gjithmonë në kryk e malesh, ngjitesh prapë në një sikodër, po jo më shumë se 10-15 kilometra, edhe arrin në të djathtë ke kazino. Tash çfarë ndodh? Kjo është ajo që unë zoti tregoj juve kur. Zoti tregoj se pastaj njerëzit të marrin për të shmend, të marrin jetë rregullt nga trut. Kur sprisi unë ke kjo kryka që dilje nga malet, edhe je prapë është si një kryk që ndan një varg malesh nga një varg male dhe fillon prapë ngjitjen për malesh, kryka është shumë e vogël, sa po del, sigur bjen poshtë në një lumë dhe ngjitesh prapë. Edhe sa fillon pastaj ngjitesh në kodër dhe para se zbreshesh tek kazino prapë, si from argu, mua atje gjithmonë më zinte rrugën një makinë e gjatë, e madhe, me një bot, i thonë që po ishte si tip nga ato që bajnë çmendë, po jashtëzakonisht e gjatë, edhe zinte një rrugë dhe gjysmë në rrugës tjetër me botin sipër. Mi për rruga atje është 2 rrugësh, shkuat 2 rrugështarë, e ndame, me peme kështu nga ajo që shkon kështu që është ndame rruga për 2 rrugësh, por ka edhe të service, ata një pjesë gjysmë rrugë ku mund të malosh, ti nëse ke ndonjë problem. Tash mund del kjo makina, ku unë shkoj natën, gjithmonë mas orës 1, ndel aty, edhe mrapa makinës është gjithmonë
nga këto që shoqërojnë makinat që janë shumë të mëdha për një rrugë edhe të japin shigjetën e verdh, janë këto security kur thonë overload diçka e tillë që është shumë e gjatë. Edhe unë afroj kësaj, edhe përpara është një tjetër security që e prin me këto dritët e verdha që kalon majtës diçka. Edhe unë e kaloj me kujdes, e ul shpejtësinë. E kaloj këtë makinë me një shpejtësi jashtëzakonisht ulët. Edhe kur e kaloj, edhe atë security në parë, kaloj kamionin që hecën shumë ngadalë, e ullë dhe unë shpejtësinë sa është rruga e ngushtë, i ka zonë dy rrugë dhe kaloj gjysmën e makinës jashtë rrugës në service road. Edhe kaloj dhe atë kamionin Boltin që quhet, edhe kaloj dhe security tjetër që i prin. Kur i kaloj këto, atëherë vjen policia më ndal, edhe më thot, herën e parë më tha, nuk është hera parë që e bën këtë gjë, dhe unë se ma e men. Edhe më jep jo gjop, po më japi një paralajmërim, quhet një letër e bardhë që herë tjetër do të gjëbisim. Tash e shoh që pas kam qenë rrugën e vërtet. Pa e ditë, subconsciously pas është dalë rrugë, se kam ditë pa esë në rrugë mirë. Edhe më jep këtë gjobën, edhe shumë mirë, e marrë gjobën dhe si déjà vu, masi iku polici, masi më dhanë atë paralajmërimin, si déjà vu më dukesh që në një kalume shumë të largët për miliona vjetësh, po ky polic në po këtë rrugë, masi ka shkalu këtë lloj makine, ma kishte dhënë një herë një paralajmërim. Kjo më duk mos i hikën. Mi po prapë si në déjà vu, sikur s'jam në botën eksakte, unë nuk e pash më makinën mrapa, edhe pse makina e policisë më pati nalu, edhe nuk ma i mend që më kaloj në kamioni dhe dy serviset, thjesht nuk e pash, edhe nuk shoh edhe policin pasaj si hikën kur hikën, por mas 2-3 ditëve, se unë nuk shkoj për ditë atje, më ndalë, po e njëjta gjallë. Po në të njëjtin vend, po e njëjta makinë duke es nga dalë, me po të njëjtët security edhe parë edhe mrapa, edhe kaloj prapa harroj aty që kam kalu dhe kur kaloj, vjen policia dhe më dalon, edhe më jep njëjtën paralajmërim edhe më thot njëjtën gjë, që e ke bo prapë përpara, nuk është hera parë. Edhe më jep edhe u bo 2-3 herë, herën e tretë unë trembëm, tash jo trembëm, po më bën gjasje e çuditshme. Edhe shikoj tash për këto letrat e bardha, gjobët që më kanë dhënë 3 herë. Edhe nuk shoh asnjë nga letrat, edhe mendoj si shkujdes që jam unë, që i marr gjithë rëmuin, ndoshta i kam nxjerr kur kam pastruar ndonjëherë makinën. Po ku kjo përsërit prapë, atëherë unë kam 2 miq të mi, një djalë JT quhet që luajnë bashkë kineskë, edhe ai vjen me bashkë me babën e vet në kazino, edhe baba i vet është i moshësime, po unë kam shok të djalin e tij, është mjaft i ri krahasim me mua, është moshë e fëmijëve të mi, po jemi shok me këtë djalin edhe prej djalit, edhe me tjatin. Edhe unë i lutëm atyre një ditë që të vinë të kjo kazino, ishim në Shippensburg, Pennsylvania, të vinë se unë gjej makina, edhe gjej nga je makina që e vlen me lujt, edhe i them unë atyre i të shoj një fotografi një ditë përpara që shif sa lek fitova këtu me këtë makinë, që të vini mos edhe erdhëm. Ato më disin unë me makinën e tyre, se pastaj ne do të ndaheshim kur të ikim në shtëpi, unë shkoj drejt jugut, se shkoj drejt Charlestown, West Virginia, kurse ato të shkojnë drejt lindjes, se shkojnë drejt Baltimorit, se jetojnë afër Baltimorit. Edhe kur kalojmë të grykën e maleve, që të rëgojnë juve dhe këta po më dishnin, më ndel makina, si gjithmonë, po në vend, sikur ajo gjithmonë është në ecje dhe gjithmonë e gjej, po në atë vend. Në fillim më kujtoje që e boka për natë, kjo makinë dhe që e ka boka këtë rrugë dhe kush e di se ç'bën, i ka jak. Por tashi, unë e di që është po njëjta makinat, po të njëjtin vend, sikur ecën dhe kur nuk ikën nga i vend. Edhe unë e shoh makinën përballë, po në të njëjtin vend. Edhe ngadalsoj shpejtësinë, edhe dal nga ana e rrugës, edhe hes me shumë ngadal që të parakaloj, por polici nuk më ndalon, nuk ka polic, veç se këto mrapa kinezët, JT,
Mnes dritët vazhdimisht, dritë dhe gjata, fiket nes. Kur kalojmë pastaj që hymë aty në parkun e Kazinës, dalim nga autostrada, ato më thënë, po ti shpate, që ndalove shpejtësinë dhe eci atje, në të nizim dritët xhahalli ke. Unë thash, po hapa rrugën, nuk e shiftit makinën, kamionin që bloko rrugën. Ato pa njëri tjetër më habi. Që është në rregull kë? Por ata se kishin pa makinën. Unë nuk e di se si do t'i bishin makinës sipër. Atëherë, mas 2 ditëve, unë marrë Gjetin në makinën time, djalin, se nuk edhe i them ati tjatit e sjell unë Gjetin Baltimore. Vetëm të vi me mua sonte se edhe fitun paret në të dhe erdi Gjeti. Tash jam me Gjetin makinë. Edhe kur vim aty, unë shoh makinën, dal prap nga ana e rrugës, komplet gjysëm në rrugë, gjysëm jashtë, 2 rrugët hapet, edhe Gjeti më thot, pse hecën atje, pse ul shpejtësinë? Edhe unë them Gjeti, shife kamionin. Edhe Gjeti tha, s'ka kamion. Thashë me gjithme nuk e shef. A i tha ja. Unë vazhdova rrugën. Pastaj nuk gëzoje, se unë e shifja kamionin, nuk e shifte, por Gjeti nuk më thas një fjalë. Veç se jam i sigurt që Gjeti do t'i ketë thonë tjatit, por nuk thas gjë. Nuk më tha, po ja s'ka ma futu në rrugë, derisa kalu më të. Tash kjo, mu nuk më trëm, por është diçka që nuk e shpjegoj, edhe nuk do t'ju tregoj kur njeriu se mas reagimit Gjetis dhe tjatit Gjetis, unë jam i sigurt që dhoni pas ka shku për lesh edhe sa mi gjoka. Por në këtë botë, në qose do ta kishe bo muhabet me Nurkën, sonte unë se t'ja tregoj juve, këto dhe askush nuk do ta sonte kur. Në këtë botë ka sa njerëz që kanë sa gjonat fsheta që si ju tregojnë tjerëvet, se po t'ju tregojnë do i mojnë për kanë shkit për lesh, kanë hik. Edhe bota është e çuditshme. Sami Gjoka ju përshëndet.